يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në vazhdimin ajeteve të surës Al Imran: Qul ya ahlal kitab, thuaj o ju që keni pas libër, para se marrë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, e jani bashkohemi tek një fjalë e cila është e njëjtë sikur të na, sikur që ka qenë te ju në libra, alla na'budu illa Allah, që të adhurojmë veç Allahun subhanahu wa ta'ala, wa la nushrike bihi shay'a, edhe mos t'i bëjmë shok atij, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, edhe mos ta marrim njëri tjetrin në zot përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Fa tawallu faqulu ashhadu bi anna muslimun, ata nëse nuk e pranojnë këtë mu bashkue, atëri thuju se na jena musliman. Ja ahlul kitab, o ju që keni pas libër, lima tuhajjuna fi Ibrahima wa ma unzilat at-Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Qysh po polemizoni rreth çështjes së Ibrahimit alayhi salatu wasalam, kurse juve Tevrati ju ka zbrit mas Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Afala ta'qilun, as keni men, a nuk menoni? Ha antum haula'i hajjajtum fi ma lakum bihi ilm. Kur debatoni, polemizoni rreth asaj për të cilën ju ka zbrit dituri në Tevrat për Musën alayhi salatu wasalam, dhe çështjet të cilat jeni ju dëshmitar është e kuptueshme. Falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm, po çish polemizoni kur s'keni dituri për një çështje? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e din kurse ju nuk e dini. Ma kana Ibrahimu yahudiya. Ibrahim alayhi salatu wasalam nuk ka qenë jehudi. Wala nasraniya, as nuk ka qenë krishter. Walakin porse kana hanife muslima, ka qenë besimtar i kulluar, musliman i pastër. Wa ma kana min al mushrikin, dhe nuk ka qenë kur mushrik, s'ka adhuruar kur dikon tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. In awla an-nasi bi Ibrahima lalladhina tabi'uhu, mas të afërm të Ibrahimit ose më meritor më thirr në Ibrahimin alayhi salatu wasalam janë ata të cilët e pasojnë fenë e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Wa hadha an-nabi, edhe Muhamedi, ky është i pari më meritori, se më i drejt në fe të Ibrahimit alayhi salatu wasalam është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se është e njëjta fe. Walladhina amanu, dhe drejt për Ibrahimin kanë besimtarët, muslimanët, jo tjerët. Wallahu waliyul mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala është mik i besimtarëve. Këto janë përkthimi i ajeteve, kurse komenti i ajeteve: Qul ya ahlal kitab, thuaj o Muhammed ahlul kitabve. Ahlul kitab janë krishterët dhe jahudit, të cilëve u ka zbrit libër Tevrati edhe Injili te Musa dhe Isa alayhi salatu wassalam. Tevrati dhe Injili kanë zbrit prej Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kanë qenë libra të sakt, derisa i kanë devijuar pastaj dietarët e tyre. Ta'alu, i bën thirrje Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me i thirr krishterët e jahudit, për shkak se thirrja te krishterët e jahudit dallon prej thirrjes kur i thirr në Islam mushrikët, ata që adhurojnë dikën tjetër përveç Allahut. Për shkak se ata që adhurojnë dikën tjetër përveç Allahut, ata nuk e dinë çka do të thonë libra prej Allahut, nuk e dinë çka do të thonë pejgamber prej Allahut, edhe nuk e kuptojnë besimin sikur që e kuptojnë jahudit dhe krishterët. Jahudit dhe krishterët e kuptojnë besimin më mirë se mushrikët. Për shkak se ata kanë pas pejgamber, kanë pas libra, edhe ata në formën e tyre adhurojnë Allahun, por adhurojnë gabim.
Ta'alu ila kelimatin sawa'in baynana wa baynakum. E janë të bashkohemi rreth një fjale e cila është e njëjtë te na dhe te ju. Te na dhe te ju e njëjtë në Tevrat, në Injil dhe në Kur'an. Cila është ajo fjalë? Alla na'budu illa Allah, që mos të adhurojmë kërkon përveç Allahut. Kjo është thirrja kur bëhet thirrja për bashkim. Thirrje për bashkim u bëhet të gjithëve, edhe krishterëve, edhe jaudive, edhe të gjithëve. E janë i bashkuemi. Po ku më bashku? Më bashku të fjala e Allahut. Ne jemi në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, hadi edhe ju. Edhe kështu është ka qenë thirrja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu duhet me qenë thirrja e besimtarëve. Me i thirr të gjithë të tjerët me u bashku rreth shkajt, rreth librit të Allahut. Bashkumi të një fjalë që është e njëjtë te na dhe te ju, se edhe në Tevrat edhe në Injil Allahu subhanahu wa taala u ka zbrit i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, adhuroni vetëm Allahun, se s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe mos i bani shok atij kur gjë. Mos i shoqëroni, mos e bani të barabartë kërkon me Allahun, se kërkush nuk është i barabartë me Allahun subhanahu wa taala. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dhe mos ta marrmi njëri tjetrin në zot për zota. Ose mos ta marrmi njëri tjetrin, mos ta llogaritmi njëri tjetrin na njerëzit zot. Çish llogaritet njëri tjetri zot? Shpjegon hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte krishter para se me pranu islamin, e ka pranu islamin. Dhe u bë musliman. Ai më përpara ka qenë krishter dhe ka qenë dietar i Tevratit e Injilit. Kur ka hyrë në Islam, Allahu subhanahu wa taala ka zbrit një ajet: ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jehudit dhe krishterët, dietarët e tyre i kanë marrë si zota përveç Allahut subhanahu wa taala. Ky sahabiu ka qenë krishter vet, edhe ka qenë dietar i krishterëve. E uhabit ka thonë, e dërguari i Allahut, unë kam qenë krishter vet. E kam qenë dietar vet, po populli mu nuk më kanë adhuru, ata s'm kanë marrë mua zot përveç Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, kur ju keni thonë për diçka që është halal, edhe nëse në Tevrat e në Injil ka qenë haram, a ju kanë ngue populli juve, kanë bërë sipas asaj që po thoni ju? Ka thonë po. Kur keni thonë ju për diçka që është haram, edhe nëse në Tevrat e në Injil ka qenë halal, a ju kanë pasue populli juve ndryshe asaj që është në Tevrat e në Injil? Ka thonë po. Fetilke ibadetuhum, po kjo është me të bëj ibadet, kjo është me adhurue. Kushdo që e ndëgjon dikon, e vendos dikon me bë ligje, përveç ligjeve të Allahut, me bë halal ato që Allah ka bë haram, me bë haram ato që Allah ka bë haram, ky akti që bë këtë zot, Allah e kije. Vetë i zgjedhin njerëzit, vetë ata e bën ligjin halalin e haramin, e thonë të nuk është shirk, por shirku brin asko që shto është. Me i vendos, me i avdhon të drejtën njerëzve, me kallëzu çka bën e çka s'bën. Kurse njerëzit nuk kanë drejt me kallëzu çka bën e çka s'bën. Drejt me kallëzu çka bën e çka s'bën ka vetëm Allahu subhanahu wa taala në librin e tij. Dhe nëpërmjet vahit të sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hajde bashkohemi rreth një fjale e cila është e njëjtë në atë ju, mos më adhuru kërkon tjetër përveç Allahut dhe mos më bëj shokatina, edhe lëni marrë njerëzit se njerëzit nuk janë zota hiç në tyne. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, mos të llogaritmi dikush që mund me vendos halal dhe haram përveç Allahut. Se s'ka të drejtë kërkush me vendos çka është halal, çka është haram përveç Allahut. Dhe kushdo që e pason këndo në halalën haram përveç asaj që ka thënë Allahu halal dhe haram, ose në kundërshtim me atë që ka thënë Allahu halal dhe haram, ai është mushrik. Do të më jep pisajna. Fen tawallu, nëse nuk pranojnë njerëzit që i thrasmi ne me u bashkue, që mos të adhurojmë kërkon përveç Allahut dhe mos të marrim zot njëri tjetrin, atëre thuaj atyre na jena musliman. Na si ti jena musliman, me siguri tani ju jeni kafira se ndryshe s'kan, më kokë shpëton edhe na dhe ju, ama nëse e refuzojnë, kushdo që e refuzon me u bashku rreth fjalës që veç Allahun më adhuru, mos më bësh shok atij dhe mos më marr për zot njëri tjetrin që më vendos ligje, kushdo që e refuzon këtë,
atëre ata nuk janë besimtar, e na duhet me thonë atëre pra na jena besimtar se na bashkohemi me gjithë secilin i cili e adhuron Allahun, nuk i bën shokatina dhe nuk e merr kërkon për zot tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Ja ahlul kitab, o ju të cilët keni pas libër, lima tuhajuna fi Ibrahim. Çish po polemizoni rreth çështjes Ibrahimit? Polemika që e kanë bë krishterët e Jehudit rreth Ibrahimit alayhi salatu wassalam ka qenë se secili ka dëshiruar me përvetësu Ibrahimin alayhis salam për vete. Jehudit kanë thonë Ibrahimi alayhis salam ka qenë jehudi sikur na. Krishterët kanë thonë jo, ai s'ka qenë jehudi, ai ka qenë krishter sikur që jemi na. Dhe Allah subhanahu wa taala thotë ahlul kitab, o jehudi dhe krishterë, çish po thoni ju kështu për Ibrahimin alayhis salam kurse ai kon para juve? Ibrahim alayhis salam kon jehudi. Ata që kanë thënë jehudit, çish aty juve ka ardhur për pa Musa alayhis salam me Tevrat, ai kon përpara, ju mundi më kon si Ibrahimi, jo Ibrahimi si ju. Ose krishterët që thonë Ibrahim alayhis salam ka qenë krishter, çish është e mundshme Ibrahimi alayhis salam ka jetuar 4000 vjet, 5000 vjet para Isës, ai më kon sikur Isa. Po kjo me kohë nuk i bën kështu. Isa më kon si Ibrahimi, i bjen, se Isa vjen më vonë. Ma Ibrahim alayhis salam më kon si Isa, nuk i bën se ai kon përpara. Lima tuhajjuna fi Ibrahim, çish më polemizonin për çështjen e Ibrahimit alayhis salam? Wa ma unzilat at-Tawrat wal Injil illa min ba'di. Kurse juve Tevrati Injili ju ka zbrit më vonë bre? Ju vonë keni pas libër, ka e keni mësuar Ibrahim alayhis salam u kon jehudi. Kush ju tha juve këta? Juve ka libra më vonë. Ka mësuar Ibrahim alayhis salam ka qenë krishter. Juve ka libra më vonë se kur ka qenë ai ka jetuar shekuj përpara. Afala ta'qilun, s'punoni pak më menuar që nuk radhitja logjike nuk bëhet kështu. Ha antum haulai hajjajtum fi ma lakum bihi ilm. Kur polemizoni për atë që keni dituri, është e kuptueshme. Thënë të hajjun fi ma laysa lakum bihi ilm. Po çish mundi me polemizua për diçka që s'keni kur fal diturie për këtë punë hiç. Wallahu ya'lam, Allahu din me kallzue. Se shka kon Ibrahimi alayhis salam. Wa antum la ta'lamun, ju nuk e dini. Dhe për të gjitha çështjet Allahu subhanahu wa taala din, na nuk dim. Na për çfarë e pasojmë librin? Pse e pasojmë librin? Se na nuk dina. Na nuk dim çka është halal, çka është haram. Duhet me kështu çka ka thënë Allahu, se Allahu e din çka është halal, çka është haram. Na nuk e dina çka është e mirë për neve, çka është e keqe për neve. Allahu e din, na ka kallzuar Kur'anin, na jemi sipas asaj që na ka thonë, na jemi rob. Robi veç merr urna dhe punon çashtu që i thuhet. Dhe Allah subhanahu wa taala din, na nuk dim në çështjen e Ibrahimit në veçantin në këtë ajet dhe në përgjithësi për të gjitha çështjet Allahu din, na nuk e dimi dhe do të më kthye për të gjitha njohurit, për të gjitha nevojat që kemi na, më kthye në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe bën përgjigjen e Allahu subhanahu wa taala, ma kana Ibrahimu yahudiyya, kur Ibrahimi alayhis salam nuk kon jehudi. Dhe kur thotë që u kon jehudi, thotë që u kon jehudi, është kafir, se sukon. Allahu thotë jo. Kur Allahu për një çështje thotë jo, ti më thon po, çka kufri. Ose kur thotë Allahu për një çështje jo, ti më thon po, të kundërton çka kufri. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Ibrahim alayhis salam sukon jehudi as krishter kur, walakin por se kana hanifan muslima, ka qenë musliman i pastër. Hanif, i pastër, i kullum, pa as një vretje. O ma kana min al mushrikin, dhe nuk u kon mushrik. Ibrahim alayhis salam nuk ka adhuruar dikon tjetër që adhurojnë jehudit e krishterë. Inna awla an-nas bi Ibrahim, mas shumë që kanë drejt për Ibrahimin janë ata cilët e pasojnë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam musliman, se mas shumë që mas ne jemi të afër me të Ibrahimit alayhi salatu wasalam, jo ata. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Medinë ka bëu hijret, në Medinë ka pas jehudi të jetu. Dhe një ditë ka pyet, çka janë të bëu këta? Ka thënë këta janë të agjëru për jehudit. Çka agjërojnë këta? Këta i është thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këta agjërojnë ditën e Ashurës që e thëmë ne,
që e ka shpëtuar Allahu subhanahu wa taala Musën prej Firaunit. Edhe në shenjë falënderimi, dhe kështu është dita e Ashurës, në shenjë falënderimi që Allahu subhanahu wa taala ka shpëtuar Musën prej Firaunit, na agjërojmë. Kështu kanë thonë jahudit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atër pejgamberi sa më ka thonë sahabe, jo, na do të më agjëroj, jo këta se Musën e kem natë not, jo ata. Ata kanë deviju fenë e Musës alayhis salam, e kanë deviju Tevratin, na jo. Na për Musën alayhis salam jemi sakt çashtu që shukon. Edhe na jena më të afërmit e Musës alayhis salam se ata, dhe na kena drejt më shumë më agjërue falënderim ndaj Allahut që ka pështuar Musën alayhis salam për Firaunin se sa ata, se na jena në rrugën cilën ka qenë Musa, jo ata. Na jena në rrugën që ka qenë Isa alayhis salam, jo ata. Isa është pejgamberi jon. Jo ja tynve, na punojmë që ka thonë Isa, jo ata. I'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Isa alayhis salam ka thonë popullit adhuroni Allahun, se çka zot tjetër përveç Allahut. Na çka bëjmë? Çashtu që ka thonë Isa alayhis salam. Edhe për Ibrahimin alayhis salam, na jemi më të afër për me thonë që Ibrahim alayhis salam është si na, është na jemi sigur ai, na jena më të afër, se në çat fe që ka thirrë Ibrahimi alayhis salam, çat fe ka thirrë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu waliyul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala është mik i besimtarëve. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.